Prokuroria posaçme SPAK ka zbardhur 11 emrat e personave të dyshuar si pjesë e një grupi kriminal, i cili sipas hetimeve drejtohej nga Jetmir Pepaj, i njohur edhe me emrin Jetmir Marashi. Sipas të dhënave në këtë grup përfshihen Alex Pepaj, alias Shkëlqim Pepaj, Jetmir Pepaj, alias Jetmir Marashi, Albert Pietri, Fation Marku, Anton Marku, alias Anton Tamure, Florian Vuka, alias Vathaj, Kristian Leshi, Klevi Leka, Lulzim Pepa, Anton Kola dhe Ilir Laze. Në kuadër të operacionit, SPAK bën me dije se janë arrestuar 3 persona, Lulzim Pepaj, Florian Marku dhe Anton Kola, ndërsa të tjerët mbeten në hetim. Hetimet tregojnë se grupi dyshohet të ketë trafikuar rreth 7.5 ton kokainë nga Amerika Latine drejt Europës në disa episode të ndryshme. Paralelisht, autoritetet kanë sekuestruar pasuri të konsiderueshme me një vlerë të përllogaritur rreth 12 milion euro. Operacioni konsiderohet një nga goditjet më të fundit ndaj rrjeteve të trafikut ndërkombëtar të drogës, ndërsa hetimet vijojnë për identifikimin dhe kapjen e personave të tjerë të përfshirë. Gjykata e posaçme kërkoi ditën e djeshme masën e sigurisë arrest në burg, të vendosura në mungesë për 3 persona të dyshuar për përfshirje në trafik ndërkombëtar droge. Sipas vendimit, Lulzim Pepaj, Florian Marku dhe Anton Kola akuzohen se kanë qenë pjesë e një strukture kriminale që ka transportuar sasi të mëdha kokaine drejt Europës. Operacioni i prokurorisë së posaçme i ndërmarr disa ditë më parë goditi një grup të strukturuar kriminal që dyshohet se ka trafikuar rreth 7.5 ton kokainë në nivel ndërkombëtar. Në total janë firmosur 11 urdhër arreste, ndërsa deri më tani janë ekzekutuar vetëm 3 prej tyre. Kreu i dyshuar i grupit, Jetmir Pepa, vijon të jetë në kërkim. Goditja e këtij grupi kriminal u bë fal bashkëpunimit me Eurojust, Europol, autoritetet gjyqësore franceze, holandeze dhe britanike. Paralelisht me aksionet për arrestimet, SPAK ka vijuar hetimet financiare, duke sekuestruar pasuri me vlerë miliona euro që dyshohet se burojnë nga aktiviteti kriminal. Në fillim të vitit 2020, ndërsa pandemia sapo kishte nisur të ndryshonte ritmin e botës, një tjetër rrjet shumë i padukshëm dhe i organizuar po funksiononte paralelisht në korridoret tregtare mes Amerikës Latine dhe Evropës. Nuk ishte një operacion i vetëm, por një zinxhir i mirë strukturuar trafiku, ku kontenerët e zakonshëm të mallrave shërbenin si mbulesë për tonelata kokaine. Gjatë muajve janar-mars 2020, sasi të konsiderueshme të lëndës narkotike nisën të qarkullojnë drejt tregut evropian. Sinjali i parë konkret për autoritetet erdhi më 21 mars, kur në Amsterdam u sekuestruan 8.5 kg kokainë. Në pamje të parë ishte një sasi relativisht e vogël, por hetimet treguan se ishte vetëm një fragment i një rrjeti shumë të gjerë. Vetëm pak javë më vonë, më 7 dhe 8 prill, në portin e Rotterdamit, u zbulua një nga ngarkesat më të mëdha të asaj periudhe. Një anije kolumbiane kishte transportuar nga Peruja një kontener frigoriferik me lëngje frutash të ngrira. Brenda tij, të fshehura me kujdes, ndodheshin 1018 kg kokainë. Vlera e kësaj sasie në tregun e zi kalonte 1.3 milion euro, duke treguar shkallën e organizimit dhe fitimit të rrjetit. Fluksi nuk u ndal. Më 6 qershor 2020, një tjetër ngarkesë mbërriti në të njëjtin port, këtë herë nga Guayaquil. Në dokumente figuronte si malli destinuar për një kompani në Hungari, por në realitet përmbante rreth 2020 kg kokainë. Hetimet zbuluan se një pjesë e kësaj sasie i përkiste të njëjtit grup kriminal, duke konfirmuar ekzistencën e një korridori të qëndrueshëm trafiku. Megjithatë, jo çdo operacion rezultoi suksesshëm për rrjetin. Më 26 qershor në terminalin Miulezur, DP World Callao në Peru, autoritetet ndërhyn dhe sekuestruan 516 kg kokainë që ishin nisur drejt Holandës. Ishte një nga rastet e pakta kur ngarkesa u ndal që në origjinë. Vetëm 4 ditë më pas, më 30 qershor, njëjti kontener u bllokua në Rotterdam. Ai vinte nga Kolumbia dhe në dokumente përmbante konserva me peshk ton, të destinuara për një kompani në Gjermani. Në të vërtetë, brenda tij u gjetën 500 kg kokainë të fshehura mes mallrave ushqimore. Muaji gusht shënoi një tjetër fazë të rëndësishme të aktivitetit të rrjetit. Më 7 gusht 2020, autoritetet holandeze ndërhyn në autostradën A2 pranë Abkude, ku sekuestruan 104 kg kokainë. Por kjo ishte vetëm një pjesë e një operacioni shumë të madh, i cili llogaritej të përfshinte 1600 kg në total. Vetëm pak ditë më vonë, më 16 gusht, u zbulua një tjetër sasi e madhe, një kontener me banane nga Ekuadori, që kishte kaluar përmes Antwerp, përpara se të mbërrinte në Rotterdam. Përmbante rreth 1100 pako, me një peshë totale prej 1238.39 kg kokainë. Ngarkesa ishte destinuar për një kompani në Hag, duke treguar se rrjeti përdorte kompani të ndryshme europiane si mbulesë për shpërndarjen. Seria e goditjeve vazhdoi edhe në Vjesht. Më 1 dhe 2 tetor 2020, autoritetet holandeze sekuestruan 531 kg kokainë në portin e Rotterdamit. Këtë herë lënda narkotike ishte fshehur në një kontener me rrush të thatë i destinuar
destinuar për në Suedi. Të gjitha episodet e zbuluara i tregonin hetuesve një model të qartë veprimi, përdorimin sistematik të kontenerëve tregtar, maskimin e drogës në produkte ushqimore dhe krijimin e një zinxhiri logjistik që shtrihej nga portet e Amerikës Latine deri në zemër të Europës. Sasitë e trafikuara arrinin në tonelata, ndërsa rrjeti shfaqte fleksibilitet të lartë duke ndryshuar metodat dhe rrugët për të shmangur kontrollet. Në njoftimin për shtyp, prokuroria posaçme thotë se kemi të bëjmë me një grup të strukturuar kriminal që ka operuar në Amerikën Latine, Belgjik dhe Holand, ku janë dokumentuar 8 episode të trafikimit të kokainës në sasi të mëdha. Lulzim Pepa, Florian Marku dhe Anton Kola u arrestuan nga policia e shtetit, ndërkohë që ndër të arrestuarit është edhe vëllai i Jetmir Pepës, i cili akuzohet si kreu i grupit kriminal. Pepa është një emër i njohur për blut, pasi në janar 2025 u shpall në kërkim, pasi qelloi me armë në një koncert të organizuar në Parkun Olimpik të Tiranës. Përveç masave të arrestit, prokuroria njoftoi dhe sekuestrimin e 232 pasurive të luajtshme dhe të paluajtshme, që kapin vlerën e 12 milionë eurove. Sekuestrimet përfshin biznese në Tiranë, Lezhë dhe qytete të tjera të vendit, sipërfaqe toke, hotele, poste parkimi dhe apartamente, si dhe 89 makina të llojeve të ndryshme dhe llogari bankare që i përkisnin shtetasve në hetim ose personave të lidhur me ta. Kompanitë e sekuestruara rezultojnë të jenë në emër të familjarëve të Jetmir Pepës dhe sipas të dhënave nga Open Data, bëhet fjalë për kompani aktiviteti të cilave është ndërtimi i pallateve apo hidrocentraleve, real estate dhe hoteleria.